Ky podcast është vetëm për të rritur. Burri ka dikë tjetër, çfarë duhet bësh? Burri ka dikë tjetër, çfarë duhet bësh? Ke menduar plan si mund ta bëj diskutimin me gruan plako, për shkak që do marrësh një grua të dytë. Si nis diskutimi? Si kalova? Mirë zemra, mirë. Mirë të si ke qenë mirë. Gjë. Seksi s'ka e sfare apo. Urdhë? Kur s'ka e thotë, unë sa herë që dash të kam lënë. Më nëse ka dashnore në kuptimin, pra, ti mundohu ta zgjidhësh në formën më të mirë, duke folur me prindërit e tij, duke folur me prindërit e tu. Kjo është çka liu. Vjen gruaja plako me veshën ti ke dashnore. Edhe fillon ta zgjidhje me S'është asnjë gjë e re sa ajo është mësuar. Edhe do flasim prindërit vet, ma edhe prindërit e saj. Si kalove, po pse të rrethon grozën? Kush ka të rrethon këtë? Unë? Kush e ka rrethon? Keni prova? Tjetëri, i unë ndasën 500, një ka falëncu, isha mjë borgjët. Isha mjë borgjët, dhe të që bëjmë që të bëjmë lekizat në dhej, besi që ka jek full me borgjët. Kështë që më rogin falëncu? Që mori që ka prapë në me së fërgjititetet, të të me disë parë. 10.000 euro falëncu. Qitë zoni farë! Që tha? O, që? Qif zoti fort. Në thënë, që ka mërzit. Nëse jeta të kam bushur dhe ke nevojë të shfryesh, atëherë na shkruaj që bësh kaset e tarofesh edhe në podcastin tënd edhe mbas e gjin vetë. Sa buqe shkruan. Ky podcast mundsohet nga absolutisht askush, por mund mundsohet nga ty, nëse do të reklamosh biznesin tënd në podcastin më të mirë planet. Na kontakto se ne na kontakto qiara. Moram çifiçive. Na kontakto se nuk ka fshën. Nuk di më shkruaj. Nëse mesazhi erdhi. See the girl with the diamond ring. She knows how to shake that thing up right now. Alo Lucifer. Po kuna më ti baba bre profeti më na gaze. Freskusa, nisë më spasën freskusa këtu. Ona ka shkri fare kredi na ka bë. Na ka bë lokum na ka bë baba i mirë. Na do të. Baba është më e mira që universi ka me të drejtën. Kjo baba si ka 90 tash e kredi. Se na ka bë keq, kupton? Baba. Bërë ka të drejta, kupton? Si po kalova? Qa bëhet? Isha ja mes behari. Akoma pa pushime. Akoma pa. Mes behari. Anyway. Behari më mera më rëshama. Shpresoj të jeni duke kaluar një verë të mrekullueshme. Në Ndoshta kur të dëgjosh këtë podcast, ti që po dëgjon podcastin tani, ndoshta është dimër, por nëse është verë dhe është vap, hani agullore. Po është dimër. Këmbët ke dëti. Po është dimër, vi shumë mirë. Ai çika ti ke dëti tala. Bënir, o bobosa ne, se herë aty ka cirkusht. Bën mbështjellësh i çik kështu, lezetshëm. Si është njeriu. Ai ngretë rona, kurse fillon të rona në gojë. Imagjino se si njeriu kur është dimër të mezi do vi vera plot lelet. Kur vjen në vera plot thopa, kur vjen dimër ka lezet apo vishesh i çik aty ngrohtë e hap. Po vdes plak për atë momentin kur bjen ai shi dhe largon gjithë ato asnjëherë nuk bi rahat. Që ke po shtëpisë janë shtruar ti me rrit bari duke hap tendën. E ti thu, sikur bi shima. Jo për ato, po për atin tate. Normal. Jo për ato. Nejse, bëjmë sot nuk mund të rri shumë fare, po me kaj se do rri, duhet ta djegim. Po pse Se kam, e thon drejtën, do pi kafe. Kam i kafe për të pi. Po pije më kafe këtu, po ja ta bëj unë, por vetëm rri ama. Jo, se pi do të thotë di që unë jam çun trendi edhe pi vetëm për jashtë sepse kam para pa fund. Njerëzit kanë lek, unë s'kam para, po do bëj sikur kam duke dalë. Tuto më lani. Nice. Gjoj një sekondë çata toxha. Po kur burri ka dikë tjetër, çfarë duhet bësh? Po burri ka dikë tjetër, çfarë duhet bësh thot? Dikë ka për ai të dashur apo për çfarë? Ti atë ta shohim. O durosh ose ndahesh. Kur tjetri ka dashur, ose durosh ose ndahesh. Apo se po durosh. Ska vdek njëri nga durimi. Duro. Ma i dhëmbjen për brenda. E vështirë është të durosh. Pse derisa kohë mund ta durosh. Se deri në fund të jetës që të shpërblesh një jetën tjetër. Kur të vdesësh do shpërblesh. Sa po të vdesësh, direkt do shpërblesh. Të marrësh rikë aty gjitha.
Por në këtë jetë do vuash, do jesh burri me dashnore, pi edhe difuzin shtëpi, bëj çdo dekaj, po në fund ditës ti dosh për blehesh. Ti shtrëngo dhëmbët, ul kokën edhe bëj burrin e jam. Këshill për çdo gra kjo. Për çdo grua, çdo gra që jeni. Nëse nuk gjen zgjidhje, ke drejt në Islam. Nëse burri ka tjetër me kuptimin e dashnores. Nëse burri ka tjetër me kuptimin e gruas tjetër, që është martesë legjitime, e ligjëruar, legjitime, e licencuar. Tash lejohet 2 martesa në Shqipëri me 2 gra nuk u lejohet. Nëse ka gruan e dytë me licencë, flako lejohet. Po, nëse ka ble, domethënë që e ka me letra të gjitha, i kanë dhënë targa. E ke pa ato avokatët që i rreshtojnë gjithë diplomat e licencat që kanë aty sipër mbrapa. Po. Skrivanisë. Po, edhe gruaja këtë mohabet ka, s'ka kujtohet. Pikërisht. Kështu që nëse vërtet ti ke gruan me letra, me gjitha mundet ta mbash. Po, nuk më sa di martohet vetëm me një Shqipëri apo lejohen 2-3 gra. Kërkoj grua me letra. Se si thot ky me letra, si e ka me martesë legjitime, si legjitime. Nuk e di, deri sa gra lejohen. 4. Ligjërisht? Në Islam, në ligjërisht e di. Në Islam, po unë them në Shqipëri ku do i bësh këtë, apo kështu në zez. Po sigurt martosh me 4 në Arabi vjen si apo. Në Arabi po të lejohet. Aty po blago, aty është harem i madh. I madh është. Imagjino vjen, o blago ti nuk po duron dot nesër. Edhe ti ti duron vetëm atë që do në shtëpi. Vetëm atë që do dhe ato mezi e duron. Se na njerëz duron dot vetëm. Po. Tani imagjino herë 4. Kush e grupi ajo që për pak pjedh ndryshe. Po, do të pranonte ty. Nuk e di. Vetëm nëse është aq i Zoti, sa që futet në shtëpi, edhe thotë, si mund ta bësh në dhomën tuaj. A ke menduar plagë si mund ta bër diskutimin me gruan, plagë për shkak që do marrësh një grua të dytë. Si nis diskutimi, si kalova, mirë zemra, mirë. Mirë thotë, si ke qenë, mirë. Gjë. Seksi s'ka e sfare këto po. Urdhë? Kur s'ka e thotë, unë sa herë që ke dashur ta kam lënë. E ke lënë, po njëti pozicion, po njëta i drejt, po njëta. Po kthe si dush, bëj çfarë dush. Po njëta e kupton se s'du me thon fjalën. E njëta Gryma, po e njëjta. Tash unë s'mund t'i bëj gjithë kohës jetës ndaj. Gjithë dhe. S'ka që më shih mbyll dhe do të bëjmë tjetër. Shiko, edhe po që i mbyll tani e pastaj flasim nesër. Se kam i gjë shumë të rëndësishme me ta. Mi është tillë 6 muaj me qie mbyll, pastaj më roi. Po ta shfrytëzoj herë sa e kam pa me këtë menjë si dihet nesër siç është. E di ose janë ato. Po, nesër më vërtet si nisej diskutimi. Kur fillon si jeti, mirë çfarë bën? Bashkëmbëlloret e para. Gjë kam një mendim. Ai ku do ikëm kuzhinë apo ç'a? Ose mirë do ndrojmë kot. Do ndrojmë bufen e kuzhinës. Ndërkohë imagjino ke edhe i femër plako që është sa që thotë për seks është gati, që kjo nuk ekziston. Po supozojmë se që i femër plako që gjithmonë gati për seks. Edhe i thotë mbylli këmbët, se shoh që je gati. Po. Ajo thotë, do të ku ta ankosh në anë seksuale të faktë, di shumë. Dgjoj. Unë po mendoja të marrim një shërptore. Se me vërtetë është shërptore, po unë s'ka një bëmbo. Gjithmonë e kam ndërruar të kemi një majordome ta sklavëroj ashtu siç e meriton. Po, meritoj unë. Po. Ky ishte momenti i kurthit, domethënë për gruan normalisht, po. Nëse gruaja është aq pjellësome. Jo, është ai momenti plagë që ti thua direkt e pastaj. Shikoj se ato do ta marr, po çfarë? Jo, ti do të thosh. Do të këtu me ne. Jo, ti do të thosh gjë, ajo do të thotë me ne, e kam, domethënë, do të gjej një se do të thosh e kam gjetë se duket keq. Do gjej një unë. Pse do të se gjej unë? Po jam se do gjej unë. Je, kam gjetë, ja blet shifin në 2 foto. I ke këtu. Dhe do vija këtu do i pastroj të gjitha me shpije, vetëm ka jo. Sa lek do të muj? Sa lek do të muj? Ajo nuk do lek, ajo do vetëm që le themi ta shijon. E qa kopi që jeti. Që kjo? Se kopi? O legën, po ti thuj dha që do ngru tjetër. Po unë i bëj punët vetë, dhe jo çka. Falë, e di që s'm takon mua se unë thjesht gruaja jam. Me letra ke edhe këtë? Po them ta bëj me letra. Pa letra në shtëpi time mos fut asnjë, se më ardh
Guardia di Finanza Nacional. Jo, me letra, me targa me gjitha. Okej. Me targa të gjitha, po normal. Po unë që kam pa një të qiba modë që kam pa i burë dhe kjo që të si pjellë sa me gruja. Po që me përmenoj edhe unë për shemë në që s'fana dalin lekët me shkur shumë e përshime, të kemi për shemë ti bon për shemë, se përshime si ku ti boj lekë mirë. Ti boj 100.000 euro në vit, po sikur të gjemë të i tjetër që boj 100.000 euro për shemë, anë ta marim këtë i burë tjetër, dhe aji nuk ka nevoja si jo tjetër përveç se kjo shërptore, që se shërbon dhe fare dhe thot ajo, gruja. Shërptore që do marrësh ti, mund në lejt gjithve të katërve ne. E kupton? Katërve qarë? Do të më të marrë me shumë shërbetore, apo? Jo. Ju dy burra dhe ne 2 gratë. Ajo në lanë të 4, ndërko, kjo burri tjetër e gjemë që bon dhe më shumë lek dhe ti as kene bëjmë punu, e ne të 2 rrim, kjo në lanë, kjo pagur. Shia, po që je gjenjale, më. I kom bjetë karti. Po që se ke karti, më robë shpije. Po marrëm dhe 2 fëmijë që s'kemi nevojë me s'ti bëjmë, kjo janë gjatë të rritë, Jo, fëmijë të bëjmë vetë, s'ka gjë e thot ti. Do me bëjmë fëmijë vetë, se tani po jo me këtë tipin, se s'mund t'lim, apo se lindët pa fëmijë këtë fare. Falë, pëse do lindësh ti kur lind kjo? Falë, se po të se do transformohet dhe shkërdesh trupin tatë, se po të them sopa, kur marrin pastruse, e qigun fort, gave, edhe linda jo, bro. Me është bile se di që do bëjmë? Që do bëjmë këtë. Do marrim një më të re, do lejmë këtë pastrusën, do marrim dhe i tjetër, më të re, se i marrë ky me lek. I thot kjo pastaj si pjellë sa me gruja. Po marrim dhe i burr tjetër, marrim 2, për shembull, nëse ata bëjmë nga 200.000 euro, marrim 2 bëjmë 400.000 euro në shtëpi. Se ke si. Dhe sa burra mund mash, fillon ti pastaj se ti fillon llogarit. Po që e ke menuar edhe këtë shumë më pëlqeu, pasi aty futet direkt nipi. Daja mund marrë dhe i qenë, i ka karën e di. O i ka burë që i punën dalë, që shkuenë në blagë. Futën vene bave. Po nese, u zgjidhë, besoj se kjo është e gjitha, sa bukur për rrëtë. Nuk e di, janë ideale, nuk e ndonë? Po i plaku kot me të bytë, a i tipi burri, ku do jetoj? A i do keti palatë plak të madhë, do keti në i shpi gjikande, dhe aty dëndajme me dhoma. Ka një kleç këtë i turë si plak, a ka një kleç ka bu në i gjohë, po ja, këtë do vishë më në i herë, do më shimë. Po a i do në qitë gjithë, se a i është e që pagur. Fqa do, se problemet ma. Vetëm pastrusë më të nga trojët, se pastrusë është dhe imja. Që ka lërë, nese. Për pastrusën 1 dhe për këtë tjetën që do bëj kalamojt, 2 mos meret, i meren vetë. A i të me vetëm e ty. Mos i shkoj me një, se kemi për të bo, nuk e di, edhe mund të vritim. A i di që ke bilet, do gjem dhe i tjetër, se 4 leva. Po, okay, hajde të marrë. 4 burra thotë jo nga 200.000 euro se cili, bëjmë 800.000 euro, vazhdo në gruja. 800.000 euro, po, shumë lekë janë, që jam kjo gjeve dorën këtë koka, kështu qërë, qa lekë do bëjmë më plak. Po, ta le tani punën në, po do presim t'i gjemi këto përpura tjelë. Jo, ta që të lesh bjusën një, se më the shpari. Ti që këtë dyar plakoj që vetëm fletë ka leqë dhe ka shku me një për ne i gjë ndryshë. Nese, bukur, shumë bukur. Nese, gjëm që kohë. Atëherë, bëj sabër, do më qëse ka dashnore në kuptimin, pra, atëherë, ti mundohu ta zgjidhësh në formën më të mirë, duke folë me prindrit e ti, duke folë me prindrit e tu. O Flavë, se ka Lio, vjen gruja Flavë me veshje ti ke dashnore, edhe fillon ta zgjidhje me Ishte asnjë gjë e re, ajo është mësuar. Po, ajo fillon ta zgjidhje me formën më të mirë të Hoxha. Fillon flet me prindrit e tu. A e vëdhëndi? Ti s'di që farë, Plako, ti po vjen shpish do ti. Laje, po. Vjen Plaka në telefon të, alo, Gjifer si ka love, mirë. Mirë Plaka që do se jam i zonë. Qa i zonë që ke këtë dashnore në rea, po qa? Po, jam të shi dashnore, qa rajgi? Shi o lalë dhe tuja, shi dashnore dhe burit ta. Nese, nuk kurse jam shumë mirë për këtë. Po, jo, nuk jam i mirë, asom. Po, e vërtet është, me gjithë ndodhi kjo që qa bon. Nese, në vërtet plakë që s'kan lidhje fare. Okej, mundet që ndërhyn prindit në një moment kur dhjetë situata për të relacionuar mendjen e jo të mbret që mund të ketë burri, zakonisht. Po. Se burrët janë që kështu si. Nese, më pastaj daj do flas me prindët vet, marrin dhe prindët e saj. Si kalove, po pse e tradhto grozën? Kush ka tradhtuar plakë? Unë? Kush e ka tradhtuar? Keni prova? Keni prova po flisni kot najer.
Prova ka goza jo. Ka goza jo provat? Ku ka goza jo provat? Ku ka goza? Mi dërgoni provat, mi dërgoni videot. Të dërgoj në vërtet videot e tuja, blau. Është aj. Okej, nuk thash video e ti kështu. Nuk thash video. Ka gjatë për këtë video. I gjithë. Që ka foto, po se kam një fare këtë dronin. Që është dron? Me që keni po, këtë për pys. Për ignorancën time. Jo, është kamera e parkingut, ma gjenohu. Është kamera e parkingut pallave. Që kërkari ka gjumë 1.000 euro për super kamera që zoomon dhe i ke brima pjetë të sajt. Tha se ishte dronë se për zotin dhe i kësha ble që sot. Se kemi kujtime, se do rrisin fin nesër. Se gjova ato, se gjova e ligën. Nuk e gjova e ligën. Si dëgjova farë, nuk kam dëgjua si gjë, nuk e mase Gjaku ka qenë, si themi në vend tjetër, e këta. Kam qenë që Gjaku zetë në dome, po dëgjova, po si kur ato plakot kënë gjetur, këtë dashnoren, edhe dashnoren si plakë e paguin, thonë që dhe bëshi video, edhe do marrësh lek pa fund, edhe qa ke di rregull. Se lek pa fund do marrë, kode, o dagu edhe jërë. 5.000 euro. 5.000 euro? Po më direkt i kisha bodhe për i mi, po mi që the 5.000. Që të bëjë kjo tani, do paguhet nga gruaja që të... Jo, kjo është dashnoria jote, po dashnoria jote plakë e ka gjithë gruaja jote tani, dhe çka se vetë tani e takoni thotë Gjon, e di që ti u traton burrë. Ai thotë jo, nuk di Gjon, ka merr me burrin tat. Okej, do të jap ca lek vetëm bëj filmim që kur ndahen paktën të fitoj unë gjyshin, i thotë ti. I thotë ajo. Oh, shi. E kupton? Ajo ta ka botë ajo videon, pastaj thotë si kapën këta kaq video kaq afër, kupton? Te ajo kishte kapë patentën. Pasi si çiu që shkruaj se hap portofol që gjithë patentën që sigurohesh ja ku e ke me numër serie edhe sa foto në gjumë. Edhe sa foto në gjumë dhe kjo që i ka kom të hap me kjo dashnore që është kthyer një prostitutë rëndomt. Se unë me thon drejtën edhe desha. Mënyrat e mia. Lenjeri këtu. Edhe e kanë marrë ato plakot, ajo të ka bëu videon ty, të ka kap afër fare, të ka kap çdo gjë. Tani skema asi gjote. Ajo video biles direkt e sipër, që vesh do pallu. Po, ajo për shembull duhet kap çfarë do video zër? Ë? Çfarë do për zonë? Po i thua shoqë Instagram sa fort po më pallon ky. Po, prit, i thotë, po thuaj që jam vetëm nga fundi, se ti nga që marrë punë plot direkt, thuaj që kisha një orë para kësaj. Mos e bëj direkt në video. Thuaj që ky nuk di me unal. Çfarë thon shoqë? Kujdi thon. Brimseldes. Jo, si kanë thënë njeriu ajo kështu. Si kanë thënë njeriu. Po çfarë po kodi bë këto? Po zoni beko kontave iu. Ka pilon. Ato iu më bëre. Nëse e kuptoti? Vjen gruaja me shantazhe pastaj. Ç'do bëj? Ç'do mori? Fëmijët që si kemi. Gjë. Nuk e fut të tjerë aktorë në lojë që të zgjidhet kjo lloj problematike, dhe nëse burri nuk heq dorë, atëherë ty të lejohet me islam. Është interesante se si Hoxha thot fut dhe aktorë tjerë në lojë, pra çdo zgjidhje familjare Hoxha fut njerëz tjerë që përgjithsisht të gjithë plako këshillojnë për një marrëdhënie të shëndetshme, mos futesh askush. Pra në marrëdhënien tënde mund të mundohet të futesh së skënd. Mund ta zgjidhësh vetë. Ka një arsye kjo gjë sepse ngeljen plakë e rënda. Ndonjëherë plakë di si është puna. Mendoj që gruaja po të ketë atë personalitetin që ketë po themi çdo femër. I thotë çfarë vonos, edhe si ndodhi, atëherë po. Po kur gratë janë të poshtëruar të shkretë dhe zinë çfarë të bëjnë. Poshtëruar, ku ka poshtëruar më bëri mirë atë. Po janë edhe se e kupton punon burri dhe jeni ke gruaja në shtëpi, edhe thotë çfarë ke? Nuk e di. Ta dash një, edhe aty më do të më bëj. Kështu që ajo toleron plako çdo marrëdhënie ekstra që mund të ketë burri, çdo grup me letra pa letra. E di kur nuk toleron më? Kur burri nuk e prek më me dorë. Sa e bukur. Gati poetike. Pëlqeve. Çka ka burri duke se ka tjetër, kështu ajo, okay. Çka ke spëlqim të rrobi apo ka rëcitat? Po. Apo jemi rrudhë që kalim me moshës. Ti që sëruesh fare, kam dashnore. Ato dashnore ti, ai që të lëndon më shumë. Ku ke dashnore ti me bëll qima të fytyrë që ke ti. Ti kush merr ty? Ti zi me qi. Orda? Ço the? E ke karën e vogël të zi me qi. Çfarë thot timi? Qa ka vërë të bon ty sot? Ka, Kur s'di me qi, unë s'di me qi.
Ti që dy gjona ke. Lek jo, karne vogël ti veç. Oj, qie. Si do të 3 gjona, qie. Qam ke vati më. Edhe kështu lind dhuna në familje me shafjale dhe rastësisht qëlloj ke video tjetër e radhës që është një hoxh tjetër dhe thot hoxh burri ka ushtru dhunë ndaj meje. Ka ndodhur për herë parë dhe jam mendje të ndahem por kam 2 vajza. Pra, për herë të parë ai ka ushtruar dhunë ndaj saj dhe ka 2 vajza, nuk ndahet dot, po do të ndahet, po mendon me nda, po ka 2 vajza. Të ndash, ta uje nga vajza. Është e vështirë të ndahesh kur je me 2 vajza. Shumë vështirë. Është e vështirë me kalu rrugën, jo me nda. Kur je me 2 fëmijë për dorë, ke pasur njëri ikën parë, një tjetër më radhë, s'kalon të rrugën. Gjëja më vështirë. Dëgjojmë një çaj tot hoxha. Ai. Burri thot ka ushtruar dhunë ndaj meje, ka ndodhur për herë të parë. Dhe jam në mendje të ndahem, por kam 2 vajza. Thot nëse e fali kam frikë se edhe herën tjetër pa një gjatë të tillë. Duhet më shur mas pari se bepin pse ka ardhur çapë me përmirësuar. Se bebi, asë nuk është se mund mos ketë asnjë lloj arsye. Po, e para do të Diçka e ka provoku. Çka ka shku deri aty thotë dhe arsye. Çka e ka provoku burrin është ideja. Ke bënë si edhe pahishme. Siguri pla, me siguri, me gjë. Çfarë kak? Më thonë, me shur mos ti ke gabu diçka që ke punën dhe që aty. Ku thot i këtë kësaj? Se mos ke gabu ti diçka që ke punën dhe që aty. Po, i thot kjo nuk ka gabu. Po, që ke gabu, po s'ke ditë se ku ke gabu. Edhe s'ka gjë tani hajde të analizojmë se ku ke gabu. Po. Edhe kjo thot, po jo nuk kam gabu fare, dhe e rrep hoxha vle. Rëlldago. Po mos u thë mos ke gabu, ja këtu gabon kur thot. Edhe këtu gabove prap. Ja sa po gabove. Okej, po i që me hoxha nuk është se jeni do t'i zgjidhni. Çaj me të mshu. Nuk po du marrë tu tash me thonë jo ti ki fajet ai mirë të ka pa. Jo. Me pa dhe më thonë, mos ka mundësi situata më përmirësu pa bënd madhe. Me thonë, ka mundësi me përmirësu situata pa bënd madhe. Mos i thuj njeriu herë, lutem më për vetë edhe. Si fillim herë, mos kalem në akuzat tipit më ka rraf burri. Je sigur që ka rraf. Ka hongër grusht çka ka. Boj spione, të shkosh në polici. Të tregosh gjona që i ka shtëpia mrena. Po, e para herë, ajo kështu po më ka rënë me grusht. Dgjoj se na herë duket si grusht fjalët e rreth vërteta. Kur është e vërteta, ka thonë ai që ke bo gabim ti të duk si grusht apo jo? Ha? Apo jo? Po se edhe shpulla burrit nga që është e fortë për shembull, duket ndonjëherë si grusht apo jo? Po. Po është thjesht një shpullë në fund ditës që pastaj çfarë ndan ledhatimi nga shpulla. Një dorë të fytyra. Mra me kokë në hund. Po kjo kështu ishte. Çfarë? Boksiere ke burri ti, mra me kokë në hund. Ja se kam boksiere, pra ja po gënjen pra. Shikon pra ti po gënjen tani dhe edhe këto fjalët e mia duken si shpulla besoj. Po të rrafun ti? Ka të këtu, e bësh ti të shmendme. Apo të rrafun tani që po të them këto gjëra? Jo, ti s'po më rraf. As po të rip kam, po burri pse të rrafi? Pse ke bë gabim? Pra. Thamon, nuk e di. Po ai më rofiti nga mbrapa, më kapi kështu, më shtrëngonte fytyn fort sikur do më mbyste kështu po. Po nuk të mbyti. Vdiqe gjë, më fal se po të pyes. M'fal, ishe duke bër në një dashuri apo në një gjë apo si është? Po, mos keni qejf ju se kështu jeni fevat e sotit. Në herë si në mes dashurisë e kuptoj në një. Është të vështirë ta ndash përdonimin nga seksi, e kupton? Shumë linje holl është për ne që mbetësojmë. Po, drejt. Për ne meshkujt e potent. Impotent, po. Ai impotent. Qështu s'po bajka se edhe unë gabova aju tensionu, e marim gabimin fajnë gjysë për gjysë. Pra, nëse kjo e ka gabu plako me fjalë, dhe e ka godit, e marrin gabimin gjysë për gjysë. Nuk e kupton hoxha që kur godet dikush e ka gabimin e gjithë godet. Jo, nuk është, është tension apo. Një person gjak nxehtë. Që të do me shpirt, e di vdes për ty. Në herë të rref të myt kështu të le. Po nga dashuria apo jo? Po sa ditë ka viti. Ti vëshon se rref grun se do mjaftueshëm pse apo jo?
Unë nuk e rraf sepse jam unë ai që gaboj. Po, më myt. Drejt. Me grusht apo shbrezit, po plasim. Po, nuk e di gjë. Pra unë kam qëllim gjithmonë me rujt një familja, me rujt qoftë duke u përbim pak njona palë, duke falë njona palë. Edhe pastaj më ule me bisedu nëse shet që çdo sen është në rregull, ka ona jote, edhe me thonë zotni, ti mama se bën një gjë të tillë, pse radhë për ta falë hatri i Zotit mas pari i vajzave etj. Pastaj nëse pra ti nuk je fajtore, me i kallzu edhe familjes, prindërve, vllazëve të ti, nëse ai ka të tillë, gjithmonë nëse e shet nevojshme, që herën tjetër më kanë të përgatitur, situata më kanë përgatitur për çdo të papritur. Unë jam edhe Islami na mëson që familja është e shenjtë, mos pa punë. E kupton, pra, kur familja është e shenjtë. Thjesht I thu familjes sa ti thot, pra, si mund të shkosh plagë prindërve të burrit? Si ka lodh mirë, po, gjë erdha me ju thonë që burri, djali I domethënë mbrëmë erdhi në shtëpi dhe ma futi. Kush Demiri? Jo, Demiri, po djeshte Dekeqi. Dekeq. Djeshte Dekeqi, jo Demiri dje dhe më goditi. Pa dashi bese, ha? Jo, më goditi me dashi. A ti je një kurve. Jo, po te I ketë shkudora. Jo, se tolerona. Më goditi disa herë. Nuk s'ke rasti. S'ka shën që me bërë që unë jem dhe gjë. Me s'ke ndërru në I tjetër, ose përshakrit me se ke kas një dashnori. Apo e ke gjenë duke bërë shëditje, se del larke bon me taka, apo? Taka. Taka. Emër kur. Pjaka, këpëtën, që këshu I një për njësë. Oke, atëre po I lej prindet e ati se sigur nuk është se janë të kuptushëm. Apo ja? Ja, është rënd. Në herë mendon plaku që prindet e ati janë të dhunshëm vetë dhe mund ta justifikojnë edhe një moment. Po, ajo do thot direkt plaka. Disa më ka rraf kjo mua. Po si jemi ne, si dy zoj, si mishe grua. Si jemi sot, e plaka nga rrosë rrode. Po, kari mrua. Kërdo? Si jemi. Jo, them karrota. Karrota nuk shtyhet në herë me zinget. Që kur më thirë të dhe në koridor atërë se po shifte... Ari futë si shtonë për grua. Kode, si shë shpreja. Nishe thua bure grua, pizza në grua, amë qimua. Shpreja. Jo, unë nuk e themu këte, e thëmë të moqmit. E thot është një proverb kinez që e thot. Ha? Kode. A ishtë duke parë filmin e Van Damme, nuk e di se si ka I filmi që... të këtë parë Van Damme, për jetë ka Van Damme. Që I bjen Van Damme I palmës. Edhe, më tha, rriqi këtu drejta, po mos lëviz. Po. Unë thash për zotin... Dhe I aty kishte ke pema, jo se aty. Po, te pema, unë thash për zotin është të më propozue. Po, që këtë prita në moment, a I uli qikë si gjysë për të gjujë. Edhe I dritesh dora sikur tamam po imiton dhe Van Damme. Edhe ka bën një dam. Shive shtyllët. Nese. Histori të vërteta këto. Të trishta. Të dhimbshme. Shumë të trishta. Nese. Kama? Ka që kisha 2 video kisha sot e drejta. 2 video të lotha. Kërë në dur njëva si pidhe ndasëm. Po. Si o gjandasëm. E di matja ime. Miau, por si rosa. Miau, por si rosa, më ljali, me mija kësot. Pas ka O sa bukur kërcej goca. Goca. Na I tjetë. Nëse e kanë bo si tradit, ose e kanë si tradit që kur vdes dikush presin kur ban dit në varrimit. Çfarë të njerëzit për zotë. Zakonisht kur ban kur pritet, në rastet e kujt? Në rastet e gëzimit. Kur në dhe gëzimit, pa e presin kur ban. Në pasën kur vdes dikush. Presi, si thote, nuk thote, therin pa, thote presim një kurban. Mi se na vjerë dhe kurban. E presim dhe kur. Vjen kurbani në zgarë direkte. Këtë delen dhe presim kurban. Edhe dile flakon e se di Shqip, edhe thot, do më presin mund, do shkoj unë aty kurban. Me, a di vetëm apo me, burin.
Hajde vetëm me kë? Ai kështu burri i paftuar. Po megjithëse është këtu po e bëjmë kurban. Se ne e presim. Po. Ne e presim dhe burrin po deshe, dhe ty dhe burrin. Edhe ty dhe burrin e fëmijët po vade. Tani s'po marr vesh, po prisni mua po burrin s'po marr vesh. Edhe Kinxha po vade. Kinxha më e mirë, nëse, ha? Ose mos prisni kurban për vaki, vetëm për gëzime. Kurban. Po pse e bën kurbanin ka besytni. Cilat janë besytnit që mos të mori kokë tjetër mrapa. Ai. Po mirë, mori kokë delje, i kokë dhije, i kokë viçi. Piçi hoxha duket si më shkëgoja. Kokë delje. Mori kokë delje. Dele. Kokë delje, kokë miçi. Kokë miçi. Kalon ke tregu gjë zgjallë. Her pas here hoxha ka qef flakot. Ti kujtoj gjithë atyre ndjekësve që shkoni ke tregu, ndihmojnë ato fshatar, mos bleni gjithkohës ke marketet mish, ha? Ndihmoni gjën e gjallë, domethënë tregun e gjë gjallë. E drejtë. O profesor, e pa atë videon ku dikush kishte ftuar Beskallaku ndasën me këtu? Po e pash edhe Beskallaku plako atë natë, jo gjithmonë, se përgjithsisht ka një zës, bilat natë nuk ishte. Më duk sigurisht nuk bilas se do të. Sigurisht po s'po këndon dhe mirë, le të them. Si vetja. Po, e kënoj atë këngën, domethënë u hap dak atë këngën. Po di more shpirtit, çka i këngë Beskallaku, se ka një këngë kështu dhimbje e madhe. Po shumë Beskallaku këndon, plako ka një zë të mrekullueshëm. Jo, po ka repertor ndarje. Nuk e ka gëzimin, pakisht. Po, ashtu e ka plako në dasëm. Apo skaranci. Në dasëm këto muhabete bëhen. Ato këngë ka, çfarë të bëj shkëti? Dikur këndon me gruaja nuk në më, kështu që Gruaja ka qef me drejt bythët. Po. Kivi sa i mirë që shkëti. Jo, besi shumë i mirë plako dhe këndon për dasëm, pra mundohet të argëtoj njerëzit dhe bën falas kam dëgjuar, nuk do as leka si gjë. Çfarë thua? Shkon falas atje? Po, bitësër në fundit, maj mend që doli qarkulloj video që kishte postu vetë, që mëse kuptoj pse kishte postu, po me dëmek të këtë dasme që peti, i kishin hedhur gjithë ato lekë, pra në qoftë se shef aty gjithë ato lekë, edhe kishte marrë lekët dhe kishin dalë që ishin 500 euro falso. Çfarë thua, i kishin hedhur lekë falso? E tha që këto gjithë ato lekë falso, domethënë ishte edhe po qeshte, domethënë ishte në makinë me miq të tij, domethënë. Po. Edhe po ishte lek falso sepse kishte buzët falso dhe modzat falso apo s'kishte lidhje? Sepse nuk e di, e kishte hedha ai Ilir Meta. Ilir Meta, ku je Ilir Meta? Jo president. Nëse. Më vjen keq për Besin plako, që edhe ke dasmë e para që kishte bërë flokët me xhel lezetshëm. Tipit cili Po. Nëse. Lezetshëm, ëh? Mrapa në kohë. Po që jashtë kam të video me shafjale. Gjë. Po. Që tjetëri, ti hudë ndasën 500 një ka falcë. Kisha mjë sezonin, kisha mjë borgjët. Kisha mjë borgjët, dhe këpëto të që bëjnë kështë të pjanë lekizat më dhej, bezi që ka je full me borgjë. Apo divorce. Me ka pi gjakun ajo. Nëse ajo ka hap një klinikë e para të. Ka hap me borgjë. Me borgjë. Borgjë të për shumë është momenti plako që Ilir Meta do lekët mrapë se do me pakujt avokat e gjona, këto. Po më. Kujdo lekët o Ilir Meta? Është stresi. Po president, kujdo, po normal. Po president, o Ilir Meta, kujdo. Pas ka hutë shumë falqë, me? Përse si marrokin falqë? Që mori që ka prape mërë me sportivitetet, të me t'i parë. Si pas ka përtuar, që? Unë ta që ka hutë me t'i fëshin. Sa falqë pas ka hutë. Shpje, po e vashje, këtë falqë. I bi 1.000, nisë, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 euro falso. Shit, zoni fort! Që tha? O, që? Qif zoti fort. Do thënë, që ka mërzit. Se kështë marrë me sportivitetet, që ka bo hel, zëher. Pastaj komentet janë për njerëzit falso, para falso meritojnë.
mjafton qëllimi që ka hedhur lekë thot një tjetër. Janë lekët tona që i ka marrë Likja dhe i ka përfituar Gjensila dhe tashmë reklamon Besi. Okej. Që nuk e besoj të ketë borxh. I thot njoni. Po nuk e besoj të kesh borxhe ti më bes. Po, e drejt, koment zemre, koment i thjesht. Eurot porosita nga Temuja thot i tjetër. Falco, po ti pas ka nxjerr fytat tu bërtit si Ramushi. Nisi ka po ku je dir meta. Po nga doli këngëtar ky se marr vesh, pa i ka bërë ku marr vesh ti apo ky është super këngëtar. Po ti si pas ke portu me mbledh. Kë mbledh koqe ta kanë fut ata të stafit po leje. Falso Shenga thot po iku lësia me orë originale, nese. Iku lësia me orë originale. Si ca njerëz, sa nerva ka njerëzit me shkruajt më plako. Po të... Je një mund të beskallaku. Janë në fansat e Gjensilës s'ka mundësi. Po, sigurt. Ose fansat e Ledrit. Shumë i ke dhe ato, thot. Se Gjensila për shembull që shkoi nga beskallaku, që është një super kallup, djalë shembull, karagjoz po, shpirtin... E ndjerë që i keqat e zotin e shtëpisë? Apo se mendon? I zoti i shtëpisë. I zoti i dasus, val. Nuk e di, edhe s'kam fjalë. Kjo nga fakti që nga aja beskallaku ndasën. Nuk mendoj që janë çiktë egzageruar me këto dasën plagë që morin këto këngëtarë. Imagjino dhe ai 10.000 euro tani aty supozoj të ishin lekë të vërteta. Mos ishin kaq shumë lekë, edhe 2.000 euro, 3.000 euro. Nuk është çike të mërshme plagë. Gjithë këto paratë të shpërdoruara në këtë lloj forme. Po mas edhe është proverbi kinez thotë. Më thuaj kë thret në dasëm se të them se cili je. Edhe këto ashtu janë. Gjova një histori interesante plagë në vitin 337 para lindjes Krishtit. Gaulët për sulmojnë në romakët me Demek. Edhe romakët plagë me një qytet domethënë, tani nuk i di detajet sepse thjesht e dëgjova online, po ishte interesante sepse këta kishin vënë qenë roje plagë që t'i zgjonte qeni kur të vinte në ushtritë e huaja. Ndërkohë që këto që po sulmonin, ditën përpara plagë kishin ushqyer qenë, ishin bërë çik familjarë, kupton, dhe që nuk kishin bërë asnjë lloj zhurme. Nuk ta asnjë sinjali. Mirë, po aty kishte disa kështu pata plagë. Edhe patat normalisht fillon duke bërë si përfundim funksionoi prapë sinjali. Megjithëse se bën qenë dhe bën patat. Edhe romakët plako për të përkujtuar këtë ditë që këta nuk u mundën domethënë, çdo vit bën një festival për këto patat. E kupton? Që përgëzonin patat me Demek, edhe ndërkohë edhe i shtronin aty në zgarë se zemrën kishin harruar plako atë që kishin bërë qend, dhe merrnin qen plako dhe i kryqëzonin. E kupton? Çdo vit. Dërsa erdhën kinezët, po pse kryqëzonin ata gjithë ai mishi udhëm. Si dhe këtu. Opla, tamam. Kinezët nuk do më ditë. Po nesi shumë interesant. Pata plako s'do më ditë se kush je. Pata qafë gjata më dali. Pata. Çfarë? Nuk e di çfarë. Po si është ideja plako që shkojnë ata, kalojnë aty dhe qend shohin punët e tyre. Tamam si një kafshë fisnike që i ke dhënë ushqim dhe nuk të hamë. Ata respekton. Po të respekton, kurse pata s'do me ditë plaka, ke dhona po si... Po se është qafë gjallë. Nese. Ke pata ti aty ku jeton për vetë? Ka shumë pata, me thonë drejtën, edhe këtu janë dhe qikë shumë, që të sulmojnë, janë tiva... Po, janë agresive. Gila ropshe, po. Po, edhe këtu ka shumë për vetë, dhe di që i bëjnë, i kapin sa prej fyti. Emigrant. Po, emigrant prej fyti plako, se thonë... S'kemi lek me hongër. Kujtojnë se hajnë ato plakë, ndërkohë që ato në që janë dhe pata që rritën për qytete, plakë përgjithsisht hanë çdo lloj karliku në botë, kështu që gjëja fundi do të bësh është ta hash ato pata, po. Po ç'di bësh? Këtë ta thotë dikush që ka ngrënë nga këto pata. Ti hongri patën, po fare. Ta patën. Hongri patën. A kupton? Nëse. Çfarë do ishte? Po, më duhet i tani, jeni shumë të mirë, ju tua pa fund, por ky podcast do mbyllet herët, por si që tjetë podcasti tjetë do ketë çerkore më tepër. 1:25, por që ka dalë një bonus plako, ka dalë një bonus 2 orë të sallë, prandaj po abuzoj pak duke shkëputur çerkore para. Po ma boni Allah sepse ju e dini që unë do shumë fort dhe do ta rregulloj në podcastin e radhës. Podcastin e radhës do ta bëjmë bonus, okay? Do ta gadisim. Bëj bonus, pak. Ta gadisim. Bëj bonus këtë dhe gadisim. Da bëjmë bonus. Da bëj bonus e gaditi.
Nëse ju duam shumë fort, mos harroni ta mbështesni në Patreon sepse aty ka shumë rëndësi dhe shumë rëndësishme për ne të na mbështesni në Patreon. Dhe mos harroni ta rekomandoni podcastin ke miqtë tuaj, ke njerëz që njihni, që ndoshta ata ta mbështesin, që të ketë vazhdueshmëri, sepse ky podcast paska se duket si një gjë ndoshta shumë e lehtë, është merr shumë kohë nga jeta jonë dhe kërkon shumë angazhim, pak research, pak përmbledhje gjërash në mes të gjithë këtyre ditëve të zëna të verës. Nëse ikëm puç, i du shumë. Puç. Ciao.